Fshat jo larg qytetit të Mitrovicës, por shumë afër gjithësisë shpirtërore, me një pamje të bukur, male përreth, fushat në mes. Gushavci duket sikur I thërret banorët të kthehen aty. Ka shtëpi shumë të bukura, të larta e mirë ndërtuara, por shumica me drynin e vën. Kjo pasi që shumica e fshatit ndodhen në Mërgjim. Edhe Skender Sahiti ka mbi 300 familjar që jetojnë në Mërgjim. Si një person që vetë se ka dalur në pension, ai ka nostalgji për fshatin e dikurshëm, kur zhurmat e banorëve të shumtit ishin melodia më e mirë për veshët. Unë jam tash 66 vjeçar, në periudhën time mojnë men shumë, kur kam qenë shumë I vogël, mojnë men shumë gjona për para kështu fshati, këtu shtëpia krejt ka duken, nuk kanë qenë fare, fshati ka qenë veri perëndim, parafërsisht. Ofër 1 kilometër më lart, edhe tash është fshati atje, po megjithëse me shtimin e popullatës jemi zhenu këtu, jemi në Gushavc prap të gjithë, edhe këtu jemi në Gushavc. Unë e mojnë menë se si kanë jetu për shembull prej gjyshit tim, babës tim, agjallarët e mi, moshatarët e gjyshit, e mojnë menë jetën çfarë ka qenë, çfarë është sot, të kalumen ka qenë një jetë me vështirë, sikur çdo kon në pjesë tjera të Kosovës ka qenë kryesisht është punu me punë krahu, blektari, bujqësi, ku ta dion në zeje, kurse me gjitha të jeta ka qenë në farë mënyrë organizume, ka qenë një jetë, me gjitha të vështërsi ka qenë një jetë e mirë, ka pas unë e vrej si kur thmi për shembull, po edhe thmija kemi pas lojnat ndryshme të asaj kohe, me moshatarët e fshatit, po edhe ma të rriturit I mojnë men, kur kanë organizu lojna, tubime, festa, të asaj kohe çfarë kanë qenë, edhe kamptare nëse ka pas diçka, edhe pse ka qenë shumë e vështirë, po edhe festat fetare, tradicionale, kështu, I mojnë men gjitha, ka qenë parafërsisht në harmoninë në fshatin tonë, në jetesë e ngratë gjitha konat. Skenderi kthehet në kohë, në familjen e tij. Lojrat që I organizonin si dhe na tregon se kur ishte I lejuar qëndrimi I fëmijëve me të rritur së bashku në një ambient. Po, njëtin ambient me të rrithën kam qenë bukur I madh I rrithur, kur kujtohet se kam pas rastin me nejt me të rrithën, po me gjithatë kemi qenë grupe, kemi qenë shtëpi pak ma shumantar, në bashkësi, njëtes për shembull, fëmija kanë qenë ta qikum, ma të rritnit kanë qenë ta qikum, burra ta qikum, në përgjithësi kështu në organizim tjetës, edhe në lojna, po edhe në gjona të ndryshme, po me gjithatë çdo gjë o ditë e kujna është e shka është. Të kalumen ka qenë skamje me e madhe, varfëni me e madhe, po ka qenë dashni, ka qenë knasi me e madhe se në kohën e sotit. Shumë. Ani pse fshati po boshatiset dita ditës, Skenderi thosë se traditat shqiptare ruhen me fanatizëm, duke përmendur bashkëtesën e harmoninë në fshat dhe bukëdhënien e cila thotë se ishte e pakusht. Këtu përmrena si në fshat, s'pako tentojmë përpiqemi të rujmë traditat e të kaluarës, me gjithatë jo pse edhe s'ka ndryshu shumë gjona, sepse kjo modernja pak a shumë ka fillu çdo kënd të merr kajen tjetër, po me gjithatë ato që ka duhet rujtur si tipike shqiptare, parafërsisht ende I kultivojmë edhe I rujmë në fshat. Me fanatizëm e rujmë bashkëtesën në fshat, bashkëtesa në fshat me qytetarë, me banorë, është shumë e mirë, është shumë vllaznore, bile rinia tash e ka dhënë edhe një pravim të kohës, janë shumë të afërt rinia me zvete, edhe e rujmë për shembull traditën e darsmave gati në tërësi e rujmë bukëdhënien, jemi njerëz që kemë qef me dhanë buk, me dhanë ujë, kemë qef me pas mes të afër musafir, po edhe kalimtar, këtu ka pas kalimtar trastit ma herët, po edhe tash me pas musafir në mënyrave ndryshme, mikpritjen e kemi si tradit, atë nuk e lëshojmë fare. Edhe festat kombëtare, përpiqemi edhe të kalume që janë kombëtare me vlerë, po edhe tash të rejat me fanatizëm, edhe me mall e me lot e me zhak I përkujtojmë.
Një aspekt tjetër që ruhet nga traditat e vjetra janë dasmat. Skenderi tregon se në fshat, dasmat nisën ditën e enjte, me këngë Defa e vallet dhe dita e madhe e dasmës është e diele. Edhe pse sipas tij dasmat janë kombinuar me modernën, prapse nuk është harruar tradita. Si çdo kënd ka ndryshuar organizimet, megjithatë fillimin e dasmës. Përgatitjen e dasme me lagje, në familje ndryshme, me familjar, me vllazni ma tafër kështu, me familje tafërt, po edhe ma gjërë rreth organizimit, rreth shkurjes në urime, në përherë, në këto, nuk mungojnë fare. Si për ka ona djali, si për ka ona e vajzës, pa morë parasysh çfarë niveli ka me pas darsmen, vallëzohet, luhet, ditët para se me orë darsma, edhe pse shumicën tash po i organizojnë na për hoteleve, prakisht darsmen e prinde, e përsillen me gati parafërsisht me tëna traditat, vetëm mramja se shkuhet në restorana për në jetër ndryshëm, se parafërsisht të i bojmë i gjithat. Niset ditë ma herë të duke dasma? Po, dasma niset si zakonisht na këto në kushat se kemi fillu dasmën tajten, edhe nëse ka me ndodh dillën, martesa, prap tajten i fillojmë. Deri në dillën, nëse është ditëve tjera se tash po ka për çdo ditë dasmën, përpara ka qenë ejtë dille, nëse ka ditëve tjera 3-4 ditë përpara gjithë fillohet dasma, ende rrehen defat, ende bëhet vallëzimi, ende mbledhen, vazhlloko, jemi si familje kështu, edhe bukur e madhe, po edhe jemi të organizuar të bëhem, na vinë kemi mërgëmtar shumë, parafërsisht na për darsma, na për to, mos me thonë 100% për mi 90% na vinë mërgëmtarët, edhe për Amerikë, edhe për Evropë, edhe për Skandinavie, për çdo kohë ku i kemi. Fshati në atë kohë sipas Skenderit kishte pasur më pak se 1000 banor, ndërsa në kohë lufte, më shumë se 10 fishi i banorëve vendas thotë se kishte pasur refugjat. Shumë kemi pas deri me 15 prill, mos më thon deri me 19 prill, kemi pas shumë refugjat. Shumë refugjat gjitha viseve, kryesisht refugjat kanë qenë Drenicës, fshatrave Drenicës. Edhe pse këtu kemi qenë pikën më të rrezikume, po refugjat kemi pas shumë, kemi qenë shumë të organizuar, shumë të kujdesshëm, shumë kemi bashkëpunu me tërë fshatin, me struktura çfarë kemi qenë të asaj kohe, me veprimtare, me njerëz të çka kemi pas sekret, shumë kemi pas, për shembull, unë e mojnë men, nuk kemi qenë ma pak se 1000 banor kemi qenë, për shembull 500-600 banor kemi qenë fshat, kemi pas, nashta mos me thonë, kemi pas 10 fish ma shumë refugjat. Deri me 15 prill, po deri me 19 prill kemi qëndru këtu, po refugjat, parafërsisht 99% me 15 prill, sulmi ka qenë prej anës veriore, këtu ty në kodrave, i kemi qitë refugjat anena, kemi me disa vendas këtu, deri atëherë kemi pos refugjat numër shumë të madh, edhe jemi krenar që sa do pak kemi ujtë me kontribu. Falë Zotit edhe vullnetit mirë, si që të ka dhe ma herët, tradicionalisht jemi bukdhensa, ajo ka ndiku shumë që nuk është vrejt as një munges në ato kushte, edhe me organizimin këtu mrenda për mrenda, po edhe kanë kontribu me rëgjimtar, djenë, vojzat, motrat, vllazët tonë, që kemi posta për diaspor, atëherë, të asoj kohë, kanë kontribu aq shumë që çdo familje që kemi posta, si për ka ushqimi, si për ka medikamentet ndryshme, si për ka nevoja e sjelljeve të mjekëve, se na ka duhet me marrë mjek me sjellë të fshat për disa raste, nuk kemi vrejt që kemi pas ndonjë vështirësi apo në ndonjë mungesë. Për fat të keq, Sahiti tregon se çdo ditë ka lëvizje të banorëve drejt mërgimit, ani pse thotë se fshati i plotson të gjitha nevojat për jetesë, po boshatesit. Numri banorëve mjeresht, fatkeqësisht, me keqardhje them, si çdo vend Kosovës, edhe këtu shumë është ul, për arsye se janë ka migrojnë për çdo ditë, sikur çdo kënd, unë e kam kretë familjen këtu, familjen e ngusht, po edhe unë e kam vllaun në Amerikë, që kjo shtëpi është e bashkëtisur, sot më ka shku vllau për Amerikë, tash në verës vjen këtu prej Amerike me bodarsëm, me martu djalin, këtu kemi me bodarsëm në shtëpin, këtë ambient një herë, mande kemi me bo në hotel, sikur
gjithë thjerët, po tradicionalisht njerë, i gjithë fshatit, i gjithë tafërmit, i gjithë krejtë, jemi veç qysh tash jemi të pregaditën, i kemi ftu, këtu do të organizojmë darsme, do të bëjmë, edhe qysh tash mund edhe me ju bo ftesë, ti me njuve, me ardhë me bo edhe gjerim, nëse ja tregoj datat, do të jetë një darsë madhështore, tradicionale, e kohës qysh ka qenë. Në atë do të bëjmë moderne, qysh tash që ka bëhen, po. Skënderë gjithë jetën e tij është marrë me tregti, punkët të cilën e kishte trashëgimi nga gjyshi e babai përmes tregtisë. Lëvizja në përvende të ndryshme, thotë se i ka mësuar shumë çka. Puna si tregtar asoj kohë, nuk kemi mujt me bë tregti, me zhvillu tregtit për masat sotit, babën e kom pas tregtar, edhe vetë jam tregtar. Gjyshi ka punu për shembull tregtar baktie, me bakti me ndryshme, edhe baba deri dikon e ka përcjell, mandej ka sikur gjithë ekzistenca për jetes, një kohë ka punu me Turqie, me pjesë ndryshme, edhe unë e kom punu me tregti, kom punu këtu e kom pas, jam punësu në organizat, ka qenë organizata Zhita Promet, organizat tregtare, drith prodhuese, edhe mandej kom pas kompanin time, kom punu privat në përviset e ish Jugoslavisë, pjesë ndryshme, kom punu në për Kosovë, edhe mas lufte kom punu, tash e kom ndërprej aktivitetin të në gjina, pak në përkraje familjes. Tregtia, lëvizja në për pjesë ndryshme të Kosovës, të jap mundësi shumë me ditë tradita dviseve ndryshme se ndryshojnë për bje fjolla Kosova, rrafshi Kosovës, rrafshi Gollakut, rrafshi Drenicës, Dugazinit, gjitha kom pas rastin, edhe me pas shok, edhe me pas miq, edhe me marrë pjesë në hengje tyne, gëzime tyne ndryshme, po edhe në i rast martorës nëse ka qenë, për afërsisht gjitha e di. Po to në duken disysh si mat kafshme pak mat leta, mat afër, në çdo vend diçka ndryshon. Në çdo vend diçka ndryshon, ndryshon për mirë. Këto për shembull po bje fjolla në të kalumen vajza kur ka pas me shku, janë mbledh për shembull vajzat e kanë knu shoqen e vet, motrën e vet, janë mbledh vajzat, janë mbledh gratë, janë mbledh asaj, ose burrat janë mbledh prakisht janë ardhur me kovendu, me bo organizimin, një vëlla apo një kojshin nëse si ka pas kushtet, ja kanë pru lëpen për darsëm tjetër, ja ka jek muzike tjetër. Organizime këto kanë qenë shumë të mira te na, edhe sot ku ka raste përafërsisht muna me thonë me plot sinqeritetin që edhe tash vazhdohet ashtu, megjithatë në disa raste për shembull në disa vende tjera e kom pas se kanë qenë darsma të nashta dikon në farë nashta me një frymëzim ma të madh, me organizime ma të madh, edhe qka po ke mujt me vrejt edhe nëse pak kanë qenë në atë kuptimin e harmonisë pak ma të zbeta. Këto nësë masësore kanë qenë darsma si darsma, janë shumë të hareshme. Fshati Gushavc ndonë se i pasur me bukuri natyrore dhe tradita, po përballet me pushatisje të vazhdueshme si pasojë e mërgimit. Kujtimet e së kaluarës, bashkëtesa dhe zakonet ruhen ende me përkushtim nga banorët e mbetur si Skender Sahiti, por mungesa e njerëzve po e zbej gjallërinë e dikushme të fshatit. Megjithatë, shpresa për rikthimin dhe ruajtje të identitetit vazhdon të jetojë.